Ose very yet, o yet, o tri. Ja, ne? Petri. Se papai amigo. It's fine. Yeah, because look, he blocked the road, Mama, look. Mora vëllëse me tani i kim për në syrë. Shkoj për pushimin e drekës. Po mendoj që të gjitha flokët edhe ju tregoj se çfarë ngjyre. Po mendoj që të shkoj ke ngjyra e kuqe ose ke ngjyra e vishnje, që është ajo cherry black. Po mundohem që të gjej, se kam parë edhe në kombinime në drugstore, se cila mund të jetë kombinime perfekte, po mundohem që të gjej, po nuk po gjej dot këtu. Dhe ky dijemi këtu. Shkojmë tani tek seksioni i preferuar. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në një tjetër video. Jemi prapë në zyrë. Sot është e hënë, është një javë e re. Dje ne ishim të ftuar tek ditëlindja djalit 3 vjeç të shoqërisë tonë nga Pakistani. Nuk e di nëse më keni ndjekur, kam bërë edhe një video dhe ato na bëjnë ushqime shumë të mira. Kam bërë edhe video se çfarë na ka gatuar të ditë. Kizar është emri i djalit, bëri 3 vjeç dhe Kizar dhe Ayan janë midis njëri tjetrit, diku ke 4 muaj diferencë. Ishte shumë e çuditshme dhe emocionuese në fakt, sepse ne të dyja nënat kemi komunikuar së bashku në kohën kur shoqja ime, domethënë nga Pakistani, ishte shtatzan me djalin e saj, domethënë me Kizar, disa muajshe, kurse unë sapo e kisha marrë vesh ose disa ditë që e kisha marrë vesh shtatzanin me Ayanin. Më këshillonte goxha, më tregonte eksperiencën e saj, çfarë duhet kisha kujdes ose çfarë duhet kisha parasysh, kujdesi gjatë shtatzanisë se çdo gjë tjetër. Kështu që kemi qenë edhe gjatë gjithë kësaj kohe kemi qenë suportuese të njëra tjetrës, sepse fatkeqësisht ajo ka kryer edhe një operacion shumë të vështirë të veshkave. Veshkat e saj ishin gjatë të dëmtuara dhe fatkeqësisht duhet të zëvendësonte me veshkat e dikujt tjetër, domethënë të një personi tjetër, duhet gjente një donator që të përshtatej asaj. Kjo u bë një vit e ca kjo situatë dhe fatkeqësisht situata saj ka uljet e ngritjet e veta dhe nuk është se po kalon në një periudhë shumë të lehtë nga ana shëndetësore, por një javë para se të bëj ditëlindja, domethënë të diskutonim që do bëj apo jo ditëlindja e Kizar, bëri një operacion tjetër dhe po më thonte që edhe pse do jem me dhimbjet e mia dhe shumë e lodhur, nuk do doja ta lija Kizar pa festuar ditëlindjen dhe të ftoj njerëz që ta festojmë të gjithë ditëlindjen së bashku dhe të gëzojmë të gjithë së bashku. Këtu është ajo pjesa e sakrificës së prindit që vë fëmijën e vet mbi shëndetin e vet dhe mbi çdo gjë tjetër. Të shihej dje gëzimin e Kizar, që ne shkuam atje nga ora 3:30, domethënë ftesa ishte për orën 5, por doja që të shkoja atje pak më herët, që të mund ta suportoja shoqen time me gatimet, sepse normalisht me sikletin e operacionit që kishte kaluar, doja që ajo edhe me atë kënaqësinë e vet të kënaqej, kishte bërë çdo gjë vet, çdo gatim vet. Është mikpritja siç e kemi edhe ne shqiptarët që
duam të mikpresim misht dhe të bëjmë maksimumin për misht tanë, por edhe për ditëlindjen e fëmijëve tanë. Mundova që maksimalisht ta ndihmoja në kuzhinë, bën skuqjen e gjithë produkteve që ajo gja kishte përgati, sepse na ushtrua dhe iftari. Ishin të ftuara 2 familje të tjera, një familje tjetër ishte nga Pakistani që ato kishin dhe një fëmijë të vogël diku ke 1 vjeç e gjysmë, dhe familja tjetër nga Bangladeshi, rastësisht që ishin komshin dhe vajza e tyre do bonte diku ke 5 vjeç. U kënaqem shumë, këto 2 familje takoheshin për herë të parë, por sikur kishim kohë që njeheshim, ja kemi kaluar shumë mirë. Fëmijët tanë rindeshin, loznin, bërtisnin, qeshnin të gjithë së bashku. Ajani është në atë periudhën e toddlerit tani, është një periudhë diku ke nga 2 vjeç e gjysmë deri në 3 që është pak më e vështirë për fëmijët që ta kalojnë, sepse është pjesa e zhvillimit emocional, që nuk dinë çfarë duan, çajin pas një lloj arsye, dhe ishte shumë për të qeshur sepse në momentin kur mbaroi iftari, më pas bën pjesën e festimit të ditëlindjes dhe Kizar fuqirin pasi ne i kënduam happy birthday dhe fëmijët Ajani dhe Adita dhe vajza tjetër e vogël donin që të frynin dhe ato qërin, kështu që janë rindezur ato qërin 3 herë përveç se dhe të Kizarit, të qeshura pafund sepse kur je i rrethuar me fëmijë janë ato pafajësitë dhe ato fjalët e vogla që të godasin dhe të vinë aq papritur dhe janë aq të këndshme sa të bëjnë për të qeshur, dhe sidomos reagimet e tyre të pafajshme. Në orën 10:30 u larguam nga aty Ludwigshafen, domethënë nga shtëpia e tyre deri tek shtëpia jonë në Frankfurt. Jam fiks 100 kilometra, kështu që u vonuam diku ke 1 orë. Kemi arritur nga ora 11:30, ndërkohë Ajani ngja e zuri gjumin në makinë, kurse mua ato 5 minutat e fundit para se të arrinim, doja pafund që të flija dhe po bisedoja me Kazon që sado i rahatshme të jetë shtëpia, mikpritja e dikujt, qoftë shoqëria, qoftë familjare, njeriu ka qef atë rahatin e vet, të jetë në shtëpisën e vet, rahatin e vet, në rrobat e veta, sepse të nesër ne kishim edhe punë të dy. Duhet zgjonim dhe Ajani herët për çerdhe, por gjithsesi çdo gjë kaloi shumë mirë, u kënaqem shumë. Na dhanë edhe gjëra normalisht me vete për të ngrënë. Mikpritja nga Pakistani, nga Bangladeshi është njësoj si mikpritja jonë shqiptare, kështu që nuk është se kemi shumë dyshime nga njëri tjetri. Sado jemi kontinente dhe lagësia shumë e madhe, por kam përshtypjen thjeshtësia e popullit shqiptar ngjason shumë me thjeshtësinë e popullit nga Pakistani dhe Bangladeshi. Na futën shumë gjëra për të ngrënë, kjo edhe për Kazën që të mund të hante edhe seherin ose syfyrin, dhe sot jam me shumë pak energji në fakt. Tani është ora 3:30. Në orën 5:30 kemi iftar nga kompania. Do na shtrohet iftar nga kompania. Është hera parë që ndodh. Jam shumë entuziaste që do jem pjesë e saj. Do bëj edhe një video se çfarë është shtruar. Nuk e di nëse do jetë si formë bufeje që të mund të marrësh çfarë do të duash, sepse në kantinë ne kështu e kemi seksionet e ndara, ose do jetë tavolinë e madhe e shtruar xha me ushqim, nuk e di. Do i zbulojmë shumë shpejt, do iki bashkë me një kolegen time. Dua të bëj edhe një ndryshim, më është fiksuar shumë që të lyej flokut të ngjyrë qershi të errët ose cherry black. Nuk e di nëse keni parë domethënë në video, qoftë në YouTube, qoftë edhe në Instagram. Doja shumë që ta bëja domethënë si ndryshim. Dua që të bëj pjesën e lyrjes me produktet nga Demo ose Rossmann, domethënë nga drugstore. Nuk dua të shkoj në parukeri sepse domethënë nga eksperiencë që kam pasur më parë, kam paguar 200 euro 2 herë dhe nuk kanë bërë asnjë lloj rezultati ashtu siç duhet. E para ishte si punë praktikante ose ajo sapo kishte filluar punë, nuk e kam iden. Më ka ndodhur në Mannheim kjo, dhe e dyta më ka ndodhur në Worms, mos gaboj, edhe aty nuk është se kam ngelur e kënaqur fare. Atëherë ka qenë periudha e balajazhit, që u bë virale pse balajazhit atëherë. Thash me aq lek më mirë marr në drugstore dhe bëj pjesën e miksimit të bojrave vetë, sepse ka shumë shorts në YouTube, të cilat bojra mund të miksohen në mënyrë që të dalin ngjyra cherry black. Kështu që jam shumë kurioze atë, por fatkeqësisht që Demoja nuk e gjeta, por do kontrolloj në një pikë tjetër. Nëse e bëj si ndryshim, do e filmoj dhe do ju tregoj edhe rezultatin final. Dhe sot kishte dalë edhe pjesa e raportit të vjetor të pagave që unë kam marrë për vitin 2025, kështu që duam të bëjmë edhe tax return ose kthimin e taksave ose deklarimin e taksave që bëhet çdo vit. Kemi afa deri në fund të marsit, por do ju tregoj më shumë në video tjetër si e bëj si proces, sepse ajo është gjë shumë e rëndësishme në momentin kur je në Gjermani dhe je duke punuar. Është rasti më i mirë është që të kthehen. Rasti më i keq është nëse ti nuk ke paguar mjaftueshëm taksa, duhet të paguash x shumë e shtesë në për llogaritje që ato bëjnë. Por do ju flas më shumë në një video tjetër, kështu që
kemi shumë gjëra që do vinë, shumë informacione që do vinë shumë shpejt, sepse në çdo video do dua që me ju të ndaj dhe informacione të vogla lidhe me jetesën këtu në Gjermani. Deri tani kjo është agjenda ose gjëra që do ndodhin për sot, çfarë bëm dhe çfarë do ndodhi. Iftari është nga ora 5:30 deri në orën 7:30 dhe më pas besoj normalisht do iki në shtëpi sepse çuna më presin, që me zi presin që të më shohin. Dhe unë realisht me zor pres që t'i shoh kur iki në shtëpi, pavarësisht sa e lodhur mund të jem ose e stresuar nga puna ose mërzitur ndoshta në një ditë nga puna, kur shkoj në shtëpi i harroj çdo gjë. Këtë është magjike. Bëti mashallah. Ne vazhdojmë videon, unë do vazhdoj tani sepse kam punë, dua që të mbyll çdo gjë në mënyrën perfekte, që mos ta kem kokën brapa kur të filloj pjesa e iftarit ose që të lë punën. Më ndiqni deri në fund të videos. Po bisedonim në për pjesën e iftarit. Ndërkohë që unë flisja, më kishte ardhur një email, se po më shkruan kolegja që kam do pim kafe bashkë. Kështu që po, pak detaje nga iftari, nga ora 6:15 tek një nga katet e godinës, do fillojmë që të shkojmë atje nga ora 6:15 sepse iftari do shtrohet ose do filloj në orën 6:15. Fatmirësisht banka ka për të mundur që të mund të bëhet edhe pjesa e faljes, domethënë është një dhomë e posaçme që gjatë periudhës së Ramazanit bëhet pjesa e faljes, është catering, që do të thotë ushqimi xha është i porositur, nuk ka nevojë që ne të marrim ushqimin ton, por xha është i planifikuar çfarë do ketë shtruar në këtë iftar. Kështu që me zipres, çdo Ramazan realisht kompania jon bëhet komuniteti i muslimanëve. Në pjesën e Ramazanit bëhet një dhomë dedikuar për lutjet. Dhe gjithashtu është edhe një sfidë që bëhet për kolegët e tjerë që nuk janë musliman, që është agjërimi për një ditë, ku kolegët duhet agjërojnë për një ditë. Kam vënë re nga kolegët që janë shumë ikpritës dhe në momentin kur filloi agjërimi, një nga kolegët e mi nga India më tha agjërim të mbar muaj Ramazanit. Kur realisht fillohet Ramazani, gjithë e dinë në bankë dhe janë shumë suportues. Mundojnë që mos të hanë para teje ose mos konsumojnë diçka para teje, ose mundojnë që mos përmendin pjesën e drekës para teje. Kaq kisha, kështu që tani mbetet thjesht që të vazhdojmë punën dhe shohim pjesën e iftarit. Jam shumë kurioze. Besoj edhe ju. Mora këtë sepse në mëngjes pash një koleg që e mori edhe tani, por shumë e zhgënjur. Nisemi për iftarin. أشهد أن لا الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله Si shqiptare dhe unë paketova gjëra që do marr me veten.